Julit, përshëndes. Ju përshëndes. Aida, në fakt, rreshtet e dendra të shiut që kanë përfshirë Lezhën gjatë natës kanë krijuar probleme kryesisht në qytet. Sistemi i kanalizimeve nuk ka arritur të përballojë sasinë e madhe të prureve, duke sjellë prezencë ujë në bllokun e banimit 11 janarit dhe 11.2 hektar të lagjës Besidhja, zona të cilat janë problematike në vazhdimsi kur ka rreshje shiu me intensitet të lartë. Niveli i ujit arriti në mëngjes deri në 40 cm, duke bllokuar hyrjet e pallateve dhe duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e këmbësoreve dhe automjeteve, ndërkohë që prezencë uji pati edhe në oborrin e shkollës nëntëvjeçare Kosova, ku ishte tepër vështirë për nxënësit për të hyrë pra dhe për të ndjekur procesin mësimor brenda ambienteve të shkollës, ndërkohë që nga moti i keq dhe shiu, ndërsa dhe prezenca e ujit në disa zona e krijoi trafik dhe kaos në lëvizjen në pjesën më të madhe të qytetit, kryesisht pra në orët e mëngjesit, pasi në këto kushte qytetarët u detyruan që të lëvizin me makina për të çuar fëmijët në shkolla, po edhe për të ndjekur punën dhe ritualin e tyre të përditshëm. Kjo është hera e dytë që shiu krijon probleme në këto zona të qytetit në harkun kohor të 10 ditëve, ndërkohë që duhet thënë se qyteti i Lezhës në këtë drejtim është problematik, siç e kemi përmendur edhe herët e tjera, ka nisur puna për investimin e kanalizimeve nëntoksore të ujrave të bardha dhe të zeza, që synohet të jetë të jap zgjidhje problemit të përmbytjeve, pra është një investim tepër i madh i financuar nga Banka Gjermane për zhvillim, dhe le të shpresojmë që të marrë zgjidhje kjo problematikë disa vjeçare brenda qytetit. Para se të shkoj tek të mbjellat dhe tek tokat e fermerëve që ne kemi prekur, më thuaj pak, shkolla punon, funksionon, meqense ma përmende si detaj që ishte e vështirë, se imagjino tani fëmijët si do të shkojnë atje, si do të kalojnë obor, si do të kalojnë rrugën. Dakord, prindit i çuan me makina, shkaktuan edhe trafik etj etj. Po ideja është tani të ka patur vështirësi sa i përket procesit mësimor pikërisht në shkollën nëntëvjeçare Kosova, por nga ana tjetër ka patur edhe një angazhim nga ana e shërbimeve publike të Bashkisë Lezhë dhe shërbimit Xherfikës për evadimin e ujrave pikërisht në këtë pjesë ku ka patur probleme dhe prezencë ose më saktë përmbytje, por duhet thënë se fëmijët kanë nisur disi me vonesë procesit mësimor për shkak të nivelit të lartë të ujit, çka po ju pamundsonte pra hyrjen në këto ambiente kryesisht në shkollën nëntëvjeçare Kosova. Ndërsa sa i përket situatës në tërësi në zonat rurale, normalisht se prezenca e ujit vjen prej disa ditësh tashmë, kryesisht të mbjella, siç kemi përmendur edhe gjatë ditës së djeshme, ku më të prekurat janë njësitë Kolsh, Zemend dhe Shënkoll, ku sërish 100 hektar tokë bujqësore ndodhen në pushtetin e ujit për shkak të asaj përmbytje masive që përfshin këto zona, jo nga rreshtet e shiut, por nga çarja e argjinaturës së lagunës së Vajinit, dhe normalisht situata edhe evadimi i ujrave po bëhet në një ritëm tepër të ngadalë, të referuar faktit se ka një perimetër të gjerë të përmbytjeve pikërisht në këto zona, dhe normalisht dëmet e shkaktuara kryesisht në sektorin e bujqësisë dhe blegtërisë janë të konsiderueshme. Ndërkohë, ka autoritete në terren për të asistuar, sepse e di çfarë dua të prek, Juli, që dëgjova fermerët, jo konkretisht në Lezhë, në të gjithë territorin ku janë prekur, në zonat e prekura, që thonë që nuk është askush për të vlerësuar ose për të na dhënë një dritë shprese, që ndoshta do të asistohen me para në mënyrë që të rikuperojnë atë dëm që është shkaktuar si pasojë motit të keq. Nuk e di nëse... Jo, në Lezhë ka autoritetet në terren që prej momentit kur ka ndodhur përmbytjet dhe me përmirësimin e situatës ka nisur tashmë një vlerësim i dëmeve të shkaktuara prej 3 ditësh. Strukturat e bashkisë po evidentojnë çdo dëm që është shkaktuar dhe dosjet do të dërgohen normalisht tek institucionet qendrore me shpresë të do një dëmshpërblimi, pavarësisht se nuk ka patur eksperienca pozitive në këtë drejtim, duke i referuar edhe asaj çfarë thonë fermerët apo banorët, të cilët kanë patur përmbytje të vazhdueshme për gjatë viteve dhe nuk janë dëmshpërblyer. Mund të numërosh me gishtat e dorës pra ata personat që mund të jenë dëmshpërblyer në raste shumë të pakta, dhe normalisht që kanë humbur shpresën se edhe kësaj herë mund të dëmshpërblehen për ato çfarë dhe për pasojat që u ka shkaktuar pikërisht moti i keq dhe kjo përmbytje masive që përfshin pra këto tërënjësi administrative të Bashkisë së Lezhës. Faleminderit, Juli, për gjithë sa solle në vëmendje, të uroj ditë të mbarë.